Gjykata e Hagës është kriminale, është gjykatë serbe. Do me thonë, është gjykatë kriminale, është gjykatë serbe. Nëse ka në qëllim prokuria e Hagës mi denu çlirimtarët, na jena denun krejt populli shqiptar, të rrëjes shqiptare, edhe krejt na çlirimtarët edhe veteranët jena denun. Jam protest në përkrahje të çlirimtarëve që gjenden në Hagë me aktakuza të Serbisë të ngarkuar. Gjykata e Hagës është kriminale, është gjykatë serbe. Do me thonë, është gjykatë kriminale, është gjykatë serbe. Na kërkojmë drejtësi, jo politik. Definitivisht na kërkojmë drejtësi e jo politik. Kështu që kjo gjykatë që gjendet në Hagë është pura, do me thonë, është serbe, edhe është krejt me aktakuzat Serbisë ngarkohen çlirimtarët tonë. Ata janë çlirimtarë, nuk janë kriminal. Kështu që ato aktakuza janë të ngritura nga Serbia. Edhe na presim lirimin e çlirimtarëve tonë sa ma shpejt. Ku marrë këtë iniciativë bashkë të gjykata mi vendos për shumë arsye, se këtu vendoset drejtësia edhe na duhet mjë përgjegj, do me thonë gjykatave tona, e jo gjykatave të Serbisë që i ka ndërtu Serbia atje në Hagë, se aja gjykatë të punu me urdhnin e Serbisë, komplet me urdhnin e Serbisë është të punu aja gjykatë. Unë e pres lirimin e çlirimtarëve se ata janë të pafajshëm, kështu që besoj lirimin e tyne. Se në qofë se denohen ata, qofë se ka në qëllim prokuria e Hagës mi denu çlirimtarët, na jena denun krejt populli shqiptar, të rrëjes shqiptare, edhe krejt na çlirimtarët edhe veteranët jena denun. Do me thonë se ato aktakuza të gjithat janë burim të Serbisë. Do me thonë se na nuk kena bëhë krime, po na jena çlirimtarë. Kështu që besoj që ata kanë më liru së shpejti.